Është dita e shënkollit dhe shumë banorë të fshatit Doblibare janë mbledhur së bashku me fëmijë për mesh në kishën e Shën Mihillit. E lutjet janë për mirëqenie të të gjithëve. Pas meshës, fëmijët pranojnë dhurata. E tashme oborri i kishës është mbushur me njerëz që janë mbledhur dhe presin të shohin ndriçimin që shkëlqen këtë fshat. Don Robert Jakaj, famultar në famullinë e Doblivarës, flet për ditën e shënkollit, rëndësinë që ka ajo për besimtarët katolik dhe për të gjithë festën që kanë përgatitur banorët e Doblivarës. Shëjti shënkoll është pajtori i fëmijëve, është ba traditë disa vjeçare që kishën tonë edhe ba ndarja dhuratave për fëmijët, sepse është pajtor i fëmijëve. Shëjti shënkoll, sigur se quhet perëndimi Sant Nikolaus ose Santa Claus, plaku i vitit të ri, Baba Dimri. Kështu që pikërisht shëjti shënkoll është gëzimi i fëmijëve. Dhe ndarja dhuratave ka pas këtë porosi që ky shëjt tërmjetësoj dhe t'i ruaj prej çdo të keqe dhe nga çdo rrezik. Patëm edhe ndezjen solemne, që duke i dhënë kuptim religjioz fetar, ndezja e dritave, ndriçimi i oborrit e i kishës, e cila është traditë disa vjeçare në fshatin ton, sepse çdo organizim, punim që bëhet brenda oborrit dhe kishës, në mënyrë vullnetare e bajnë rinia, bashkëpunim me meshtarin, me priftin, po ashtu në bashkëpunim edhe me motrat e nderit. Motra Emanuela Përgega ndihet e lumtur kur sheh kaq shumë njerëz që tashmë e kanë bërë traditë të vizitojnë fshatin dhe oborrin e kishës në Doblibare. E vërtet që është një traditë edhe traditë shumë e bukur. Është një moment ku e ndjen me plot zemër një gëzim të madh, sepse Krishtlindja vetë festa Krishtlindjes është një gëzim i veçantë, por këtu në përgjithësi ka të ri shumë. Edhe çdo ditë, çdo herë që është e nevojshme, rinia këtu janë, edhe pse kanë dalë shumë jashta, por janë shumë vullnetar, bajnë gjithçka me vullnet mirë, me përkushtim, me gëzim, kështu që jetë sa më bukur si për ne, si për ata që janë adeptarët tanë që janë jashta. Shpresojmë edhe besojmë që edhe ata e ndjejnë gëzimin bashkë me ne. Që kjo natë të vëzëllojnë nga dritat dhe të shkëlqej, janë kujdesur dhe kanë punuar të rinjtë të fshatit. Tani kena fillu prej datës 13 nëntor e deri me tani, kena pas angazhime shumë të mëdha, për shkak edhe të motit me shi, të ftoftit, po prapë se prapë ja kena arrit qëllimit për me përfundu kështu kishën. E gjatë këtyre neteve në fshat shtohet gjallëria dhe për të rinjtë është kënaqësi që ata të kalojnë me shoqëri deri me 31 dhjetor në këtë vend. Sot, si çdo vit tjetër, ndriçimi është bë hapja ndriçimit për ditën ose natën e Shën Nikollës, ku bashkë me shumë famullitar se bashkëventas kanë përgatitur, kanë bashkëpunu për që sot mu kam fshati unë kaq i ndriçum, kaq mirë. Edhe është një ndjesi mjaft e mirë kur vinë njerëz prej shumë vendeve tjera e jo vetë vendas të Doblibarës. Është një ndjesi shumë e mirë, për shkak se shumë të rik janë shumë vullnetarë dhe pa pritesë vinë edhe e bajnë gjithë këtë mrekullim, më thonë. Në shumicën e fshatrave të komunës së Gjakovës, ndriçimi i kishave ka bërë që njerëzit të mbledhen nga e gjithë Kosova.
Une i uroj gjithë festat e fundvitit, njëkohësisht i ftoj gjithë me ardhë me nda me ne edhe këtë pjesë të bukur, do të thotë festave të fundvitit, me pi ven, me pi qaj, thjesht janë të mirëseardhur gjithë qytetarët. Vërtet është privilegj kur vizitohesh prej qytetarëve të ndryshëm. Vite me radhë kemi pas prej Prishtinës, prej Ferizajit, prej komunave të ndryshme. Është vërtet kënaqësi me ardhë me i nda festat e fundvitit, gëzimet me ne. Ashtu shpresoj që edhe ky vit do të jetë i njëjtë për gjithë. Qëllimi i festave është lumturia e njerëzve, e një vend i ndriçuar e i shkëlqyer nga dritat është pikërisht aty ku thirret për lutje dhe dashuri për njerëzit. Begatia dhe gëzimi në mes njerëzimit ishin bekimet që dolën nga lutjet e besimtarëve në famullinë e Doblivaras.